Tani kam knajtësin të ftoj në skenë shefin e shtabit zgjedhor qendror të Vlenit, një personalitet të vendosur, zërin e angazhimit politik dhe organizativ të kësaj fushate, zotri Adnan Azizi. Krerë të Vlenit, Izet, Bilal, Arben, Zek, i nderuar krijetari i parlamentit Afrim Gashi, të nderuar përfaqësues të vetëvendosjes ministri Hisen Durmishi, i nderuar Bekim Qoku, të nderuar shefa të shtabit, ju që jeni ushtria e pamposhtur që Ali Ahmetin në këtë sallë e bot të flas jermë. Të nderuar funksionar, të nderuar kandidat për kryetar komunash, të nderuar aktivist dhe simpatizant të Vlenit, mlejoni që të kërkoj të përgjigjeni me një zë nga trimat e Kumanovës deri te struga e komandant Mazarit. Ali, ti je komandant Soravia, nuk je Shqiponj. Ti je vrasës i Shqiponjave. Bashkëpunëtorët tuj, zagarët tuj, vran komandant Shqiponjën. Bashkëpunëtorët tuj, vran komandant Telin. Bashkëpunëtorët tuj dhe zagarët tuaj, vran komandantin e vërtet të UÇK-s, Harun Aliun, Shaban Zenunin, Gjafën, vran komandant Mazarin dhe likviduan komandantin e UÇK-s, Ridvan Nezirin. Ju, përderisa ishi në pushtet, ndodhi Mostra, ndodhi Sopoti, ndodhi Brodeci, ndodhen shumë vrasje dhe montime, dhe ju bashkëpunuat me Mjalkovin, i siguruat për të hikur nga Macedonia, kriminali Gruevski, bashkëpunuat me Vučićin, dhe andaj ne ju pisim nga këtu ku ka 10 mira shqiptar, këtu edhe mira jashtë, edhe shumë të tjerë që janë blokuar duke nga pikat pagesore. Kush ishin zagarët që bashkëpunuan me regjimin, që bashkëpunojnë me Serbin, që ndërtuan Soravin, dhe që i blenë aksionet e Mjalkovit, dhe që ja shitën bankave sërbe. Ju lutëm me një zot përgjigji, kush janë zagarët? Të nderuar të pranishëm, ai këtu tha se Shqiponja shef larg, po ti nuk shef as larg, as afër. Po të shifshe afër, nuk do të lije Zajazin pa ujë dhe kanalizim. Ti shef vetëm një gjë larg, shef tenderat, shef aksionet, shef parat e pista që i vlodhen nga shqiptarët për të ble Soravin, për të ble aksionin e bankat sërbe. Kjo është e vërteta. Prandaj, ti nuk pranon të flasish për zgjedhje lokale. Ti nuk pranon të flasish për programe. Ti nuk pranon të flasish për halle shqiptare. Dhe ne këtu flasim se i kemi kandidatët më të mirë, këshilltarët më të mirë, kemi vizion dhe projekte. Ne flasim për qindra miliona investime në Shkup, qindra miliona investime në Kodrën e Diellit,
po flasim për kampusin e Tereza, po flasim për miliona euro në parkingun e Shkupit, po flasim me qindra milion euro investime në komunë, për shkolla, infrastruktur, për ujësjellës dhe kanalizime, për parke dhe gjelbrime, për shërbime efikase dhe për projekte zhvillimore që do t'i bëj shqiptarët dhe rinin që t'jetojnë këtu dhe mos shpërngulën mbi 60% e shqiptarve si që shpërngulën në kohën kur ju qeverisët. Të nderuar shqiptar, kudo që jeni, mlejoni për në fund të përcjell edhe një mesazh për atë që shau dhe ofendoj shqiptarët duke i etiketu si zagar. Ne vu thomi se zgjedhjet e kalume, kjo ushtri vuçoj në opozit, tani mo shqiptarët për ofendimet që va bën. Nuk janë këtu 107.000, janë 157.000. Andaj, me gjitha matjet sondajet që i kemi bë, Vleni fiton nga Likova në Struk, të vetmën komunë që do e fitoj Zullumi, apo Aki, është vetëm komuna e Plasnicës, ati ku Vleni nuk ka kandidat. Për ndryshe, për në fund, u bëj thirrje gjithë shqiptarve, nga do që janë nga Struga në Komolanov, që të bëhen bashk, dhe kur ne bëhemi bashk, jemi muri pathishëm, dhe do të fitojmë çdo komunë për të sjellë ndryshimin nga pushteti qendror në atë lokal për qeverisë me komunat shqiptare, me pastërti dhe integritet për të realizu projekte për mirëqenjen e shqiptarëve. Ju thras që me 19 tetor, gjithë të dilni masovikisht për të votuar numri 7 dhe për të dhënë goditjen e fundit bashkëpunëtorëve të projektit Ballkani i hapur, bankave sërbe, bashkëpunëtori dhe të Mujhalkovit, shpëtuesit të Nikola Gruevskit dhe dushmanët e rinisë shqiptare që shpërngulën shqiptarët në Perëndim. Faleminderit, ju përshëndes nga zemra fitore.